Jemi në urën e Lanës të Brylim dhe unë po shoh që këto brenda lumit Lanës, përveç mbetjeve tjera, është një thes i madh me mbetje spitalore. Shteti shqiptar harxhon miliona euro për trajtimin e tyre. Teorikisht këto mbetje do duhet trajtoheshin në impiante të posaçme, të diferencoheshin e kështu me radhë. Mirë po siç e shohim ne në lumin kryesor të qytetit përfundojnë thas të tillë. Kjo jo vetëm na helmon, na ndot lumin ton, por ndot edhe ujërat nëntoksore, duke e bërë jetën tonë Tiranë të sëmur e gjithnjë më pak të durueshme. Kemi nevojë urgjente që ky shtet funksionojë. Autoritetet tona, institucionet tona të punojnë me ndershmëri, me kompetencë dhe të mbikëqyrin çdo që abuzon. Nuk mund vazhdohet më kështu. Nuk mundet që mbetjet spitalore të derdhen lumej në lumin kryesor Tiranës e ne të smuremi e të vdesim pak nga pak.